Ju falemnderoj edhe ju që po jepni këtë hapësirë që sadopak t'u japëm këshilla profesionale nanave të reja, gjithsesi s'po them veç nanave, po prindërve të ri, sepse këto janë me të vërtetë shumë të rëndësishme në ditët e para pas lindjes së fëmisë. Edhe në minutat e parë. Edhe në minutat e parë e kemi përgjegjësinë na pak më shumë, mirë po ditët tjera pas lindjes përgjegjësia bie edhe te prindërit, edhe natyrisht duke u këshilluar me mjek dhe natyrisht duke marrë informata të sakta. Jo të e tha shumë mirë ti që po na përndjekin ato mitet që kur qysh me u largu. Më kur qyshe. Edhe ma e dëmshme në krejt këtë mes janë edhe rrjetet sociale që çdo kush mund me postu. Çdo kush po mundet po ka qasje dhe çdo kush mundet me shkru gjithçka aty dhe mandej lindin këto keq kuptimet, apo edhe në fund të fundit probleme kanë me pas ata prind me atë fëmijë. Do me thonë, informata do të mirën saktësisht dhe te mjeku. Jo nga portalet, jo nga personat apo nga familjarët, apo nga personat që nuk janë përgjegjës për të porsalindurin. Absolutisht, bile këtu më duhet me shtu doktoresh, kërkush me kërkon nuk jemi njëjtë. Edhe nëse dikush e ka pas një eksperiencë tjetër me fëmijën, nuk ka nevojë na me përjetu patjetër eksperiencën e njëjtë, kështu që le ta përjetojmë intuitën tonë me foshnjën tonë, ashtu siç na thot neve intuita dhe ashtu siç e thot shkenca, pa i marrë ato këshillat se unë kur kam qenë nanë, e kom bë këto, do të thonë nuk ka nevojë se kjo është dami më i madh. Gjithkush është një Sicili e ka atë identitetin e vet. Dhe është individuale, gjithçka është... Jemi në përmirësim këtë hap, po ka ala punë. Po, sigurisht që po.